E përmendë që, si me thonë, gruaja duhet me qenë prehje për burrin. Pa, duhet me qenë edhe ana sjellës. Po automatikisht kuptohet. Sa interesant, subhanallahu, tash nëse mundu me përshkru tash këtë temën që jem të folë rreth çiftit bashkëtorë, burri dhe gruaja, cilat janë raportet mes tyre. Kur e lexojmë për shembull literaturë, ka literaturë të mjaftueshëm rreth kësaj teme, po definicioni, përshkrimi më i bukur, më i kompletumi që mundet më dhonë për çiftin bashkëtorë e gjuhën Kur'an. Shembull, i marrë më shumë, tesha, qëfar roli ka? Si tesh, njëri kur e vesh. Ka rolin me të zbukuru, apo? E ka rolin me të mbrojt. Me të ngro. E ka rolin nga njëra me të fladit, me të trujt edhe për nëzetit, apo? Tamam. E ka rolin me të mbrojt turpin, marrin. E shumë role tjera i ka tesha si tesh. Zoti kur e ka përshkruar në Kur'an raportin mes burrit dhe gruas, ka thonë hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ju jeni petk, rob për to, ato janë petk, rob për juve. Dhe me thonë, gruaja e mbulon burrin, edhe burri gruan. Gruaja zbukuron burrin, edhe burri gruan. Burri i jep harmoni, ngrosi, gruas dhe gruaja burrit. Dhe thot, njëri tjetrin e kompletojnë. Për këtë edhe thuhet çift, që shkojnë bashkë. Janë në farforme janë të kompletuar. Tjetra, kur është puna të qetësia. Pejgamberi alayhis salam me gjitha ato probleme që i ka pas. Jashtë shtëpisë, ku e ka marrë energjien, gjithat vullnet pejgamberi alayhis salam me përballu gjithat probleme jashtë shtëpisë. E ka marrë të bashkëshortja. Për këtë arsye edhe kur ka vdek gruaja e pejgamberit alayhis salam, Hatixha, Zoti qoftë i kënaqur me të, është e martu viti në histori të pejgamberit, sa viti i mërzies, viti i pikëllimit. Pse se ajo ka qenë shtylla kryesore që e ka mbështetur pejgamberin alayhis salam. Për këtë edhe është kjo fjala që e përdorin shpesh në dëgjurma nëpër media dhe nëpër literaturë, mas çdo burrit suksesshëm qëndron një grua suksesshme ose e kundërta. Mbas çdo grua suksesshme qëndron një burri suksesshëm. Ta dy duhet me përkrahun njëri tjetrin. Duhet me mbështet njëri tjetrin. Duhet me gjetë qetësitë njëri tjetrit. Por ndrysh, atë që është roli i familjes.